Emigrimi mbetet një nga plagët më të mëdha që po përjeton sot shoqëria shqiptare. Ambientet e aeroportit mbushen çdo ditë me të rinj dhe familjar, plot ëndra dhe shpresa, në kërkim të një jete të sigurt për te kufive të Shqipërisë. Ky fenomen ka prekur çdo fushë të jetës në vend, duke sjellur një rritje të ndjeshme të largimit të qytetarëve dhe fatkeqësisht mijëra banesave të mbyllura. Nëse dikur emigrimi ishte krejtësisht një realitet i zonave rurale, sot dhe qytetet po përballen me rënje të popullsisë, ku në shumë qytete të vendit mbizotoron mosha e tretë. Ndër destinacionet më të preferuara për emigrantët shqiptar mbetet Gjermania, e perceptuar si një vend me ekonomi të qëndrueshme dhe politika mbështetëse për jetesën dhe integrimin, por përtej këtij realiteti të dukshëm, fshi edhe një tjetër dimension, shpesh i padukshëm, ai psikologjik. Emigrimi nuk është vetëm një ndryshim vendi apo një sfidë ekonomike, por një proces i thellë emocional që prek mënyrën se si individi mendon, ndjen dhe përshtatet me një realitet të ri. Sipas të dhënave zyrtare nga Zyra Federale për Emigracionin dhe Refugjatët të Shtetit Gjerman, deri në shkurt të vitit 2026 në Gjermani jetojnë mbi 132.000 shtetas shqiptar, ndërkohë vetëm në vitin 2025 rreth 4.000 shqiptar kanë marrë pjesë në kurset e integrimit, ndërsa një pjesë shumë e vogël, rreth 0.24%, kanë qenë pjesë e kurseve fillestare të orientimit. Këto shifra tregojnë për një përfshirje në rritje në sistemin e integrimit, por njëkohësisht ngren pikpyetje mbi nivelin real të përgatitjes dhe mbështetjes në fazat e para të emigrimit, pikërisht aty ku fillojnë dhe vështirësitë më të mëdha psikologjike. Por sipas Zyrës Federale për Emigracion, njohja e gjuhës gjermane mbetet elementi kyç për integrim, ndërsa pjesëmarrja në këto programe konsiderohet thelbësore për përfshirje në jetën sociale dhe ekonomike të vendit. Në përgjigjen e saj zyrtare, Ministria e Brendshme gjermane thekson se nuk ka politika të veçanta për emigrantët shqiptar, por një sistem të përgjithshëm për të gjithë të huajt. Megjithatë, në të njëjtën përgjigje, institucioni pranon se nuk disponon të dhëna konkrete mbi sfidat specifike që has ky komunitet. Për një komunitet që numëron mbi 132.000 persona, mungesa një pasqyrje të qartë mbi problematikat reale, përfshirë dhe ato psikologjike, ngri pikpyetje mbi nivelin e vëmendjes se si maten efektet e integrimit në praktik. Në këtë kontekst, mbështetja ekziston në nivele politikash, por mbetet e paqartë se si arrin ajo të reflektojë realisht në përditshmërinë e emigrantëve. Nga ana tjetër, Deutscher Caritas Verband, një nga organizatat më të mëdha sociale në Gjermani, në përgjigjen e shkresës zyrtare thekson një gamë të gjerë shërbimesh për të gjithë personat që jetojnë në vend, pavarësisht origjinës apo statusit të tyre. Këto shërbime përfshirë këshillin social, mbështetje për integrim, ndihmë psikologjike, asistencë dhe punësim dhe përfshirje në komunitet. Sipas kësaj organizate, edhe migrantët shqiptar mund të aksesojnë këto shërbime, ndërsa pengesat gjuhësore shpesh adresohen përmes përkthyesve shumë gjuhësh. Megjithatë, vetë mënyra si funksionon ky sistem mbetet e shpërndarë dhe shpesh komplekse për emigrantët. Në një tjetër përgjigje zyrtare, Caritas thekson se shërbimet nuk ofrohen nga një qendër e vetme, por përmes një rrjeti të gjerë prej rreth 25.000 shërbimesh dhe institucionesh lokale në të gjithë Gjermaninë. Kjo do të thotë se çdo person duhet të drejtohet vetë pranë strukturave përkatëse në zonat ku jeton për të marrë ndihmën e nevojshme, një proces që për shumë emigrant, sidomos në fazat e para, shoqërohet me pasiguri, stres dhe ndjesi humbje orientimi dhe në një realitet të panjohur. Emigrimi nuk është vetëm një lëvizje gjeografike. Nuk mund ta shikojmë vetëm të tillë, por është një shkëputje identitare. Ti lëpas punën, lëpas familjen, gjuhën, të afërmit, kujtimet e tua dhe shkëputesh në një vend tjetër. Edhe pse është një proces tërësisht i vetëdijshëm, domethënë ti e ke marrë këtë vendim me vetëdije, kjo nuk do të thotë që ti nuk e vuan dhe kjo vuajtje është si një humbje. Dhe ne psikologët e shikojmë humbjen si një proces zije, sepse zgjat me vite. Me diplomë në dorë dhe dyrë të mbyllura pas shpine, ata nisen drejt Gjermanisë me shpresën për një jetë më të mirë, por ajo që gjejnë nuk është vetëm punë dhe mundësi, është dhe vetmi, përplasje me një kulturë të re dhe një betejë e përditshme për të mos humbur veten. Ky është çmimi i ëndrrës për t'ia dalë.
për fat keq për të rinë në vendin tonë të dashur, të bukur, të mrekullueshëm, të bekuar. Ishte shumë vështirë që gjej një vend pune në rastin tim si infermiere. Të dyja, edhe universiteti edhe masterin e kam mbaruar me notën 10. Edhe ëndrroja që një ditë të bësha pedagoge, sepse ashtu në thonjza më gënyen në momentin që mora diplomën time me 10. Kjo është diçka që unë nuk e kam treguar gjithmonë, por e tregoj për herë të parë. Dhe po kisha resën që do nisja diçka dhe ishte rruga shumë e vështirë. Askujt nuk interesoi dieta ime. Të gjithë donin atë që ne nuk mund ta them, unë s'mund ta them dot me zot lart, po që po. Nuk më ofroi asnjë vend të pune. Edhe për këtë arsye, fal Zotit, për fat keq dhe për fat mirë, u hap dhe mundësia e Gjermanisë si shumë të tjera, dhe unë ndërmora këtë hap. Fillimi është ai entuziazmi i parë që shiko se ti ke studiuar ka shumë vite, ke punuar një vit e gjysmë mësosh gjuhën gjermane, gjithashtu edhe anën profesionale, edhe je lumtur, ja dole, arrita. Pastaj fillon ajo ndjesia e frikës, po tani, domethënë, unë jam këtu, çfarë duhet bëj tani? Erdha vetë me një valizhe 20 kilogramshe dhe një çantë shpine. Unë ndjeva shumë e gëzuar, shumë e gatshme për gjithçka që Gjermania mund të më ofronte. Pastaj, pas disa muajsh, kur e njoha më mirë kulturën gjermane, pengesat, vështirësitë e ndryshme, filloi pak ajo ndjesia e vetmisë, filloi dhe kriza e identitetit që është shumë e njohur mes emigrantëve, filloi çfarë ne quajmë shoku kulturor. Unë ndjeva pak e vetmuar, me thënë vërtetën, por isha shumë e vendosur që t'ja arrija dhe t'i futesha si duhet rrugës që kisha zgjedhur për veten time. Do jetë ndoshta pak përqeshur, por më mungoi ushqimi i gjyshës time, ushqimi shqiptar. Çfarë më mungoi tjetër ishte të shprehesha në shqip. Unë mësova shumë shpejt gjuhën gjermane, brenda një viti e gjys, arrita nivelin e avancuar. Por kur do zemra të shpreh diçka, pra të shpreh diçka nga zemra, nuk të del si kur del në gjuhën tënde anëtare. Unë shpeshherë mendoj në një aspekt të tillë, domethënë, më mungoj shtëpia, por jo shtëpia si objekt. Mungon shtëpia si ndjesi. Mungon familja, siç e that, mungon ajri, mungon gjuha shqipe, mungon ai dielli i Shqipërisë, mungoj dhe ato njerëzit që ti i shmangesh në rrugë, nuk do t'i flasësh. Ata janë të gjithë një dëshmi që ti ekziston. Kurse një vend huaj ti je në pikën 0, duhet ta nisësh nga e para, duhet të dëshmosh. Janë shumë gjëra, askush nuk të njeh. Njerëzit shpeshherë paraqojnë vetëm atë që ti je, domethënë ti je një emigrant, nuk shikojnë brendësinë tënde, domethënë atë që ti je, historinë tënde. Punojnë, dërgojnë para, bëjnë orë të zgjatura ose më shumë se një punë dhe nuk kanë të drejtë as të ankohen, as të kërkojnë ndihmë, dhe as të thonë që neve këtu kemi një jetë të vështirë, sepse pretendohet që në Shqipëri është jeta edhe më e vështirë dhe ti që ke shkuar atje është shumë mirë. Sepse ti ke punën, ke sigurinë, ke paran, etj. etj. Ndaj kjo lodhja, kjo pasiguria, kjo pajgjumësia apo irritimi që shpesh kanë shqiptarët që përballen me të huajt, po dhe me vendasit atje, maskohet si një lodhje fizike. Por në fakt është dhe një ankth i maskuar si lodhje fizike. Të jetosh si emigrant nuk është vetëm një fillim i ri, është një barë që mbartet në heshtje, mes pritshmërisë të familjes, paragjykimeve dhe betejës për t'ia dalë. Ata mësohen të duken të fortë dhe kur brenda janë të lodhur, të mos ankohen, të mos dorëzohen, të mos dështojnë, sepse për shumë prej tyre, dështimi nuk është thjesht personale, është një faj që nuk ja lejojnë vetes ta ndjejnë. Në rastin tim personal, për fat mirë, ose ndoshta unë nuk kam dashur t'i shikoj t'i gjë, kam parë vetëm drejtimin tim, nuk e kam ndier, jam munduar maksimum që t'rregoj që unë jam e aftë, kam bërë 2 fishin që mund të bënin gjermanët, edhe shpeshherë kam ndier veten, kam thënë, okay, ne jemi shumë të përgatitur se këta, vetëm se fatin e keq që nuk jemi në vendin ton, nuk e kam ndier. Për të tjerët edhe kam ndier, edhe jam munduar shpeshherë të mos rri e heshtur. Për shembull, kam kolegë që janë në mentalitetin e vjetër gjerman që i paragjykojnë të huajt, edhe në një bisedë krejt normale më tha që për shqiptarët nuk kam takuar asnjë shqiptar që ka qenë pa profesion, që ka qenë i keq apo që ka bërë rrëmuj. Nuk e di sa e vërtetë është kjo, po që më la një përshtypje shumë pozitive.
Jetesa në një vend të huaj ndihesh sikur po xhonglon ato birilat e cirkut në një tel, sipër një biçiklete në një tel dhe poshtë ke një zjarr shumë të madh dhe duhet supozohesh që nuk duhet biesh poshtë. Ti domethënë xhonglon gjuhën, ti xhonglon burokratinë, ti xhonglon paragjykimet edhe racizmin që vjen me statusin e emigrantes, ti xhonglon dhe faktin që je vetëm si një vajzë dhe duhet ta mbrosh veten dyfish, pra duhet bësh mësuesja, bodyguardi, avokatja vetes tënde, xhonglon pritshmëritë që shqiptarët apo familja jote në Shqipëri kanë ndaj teje, dhe pritshmëritë që ti vë vetes, dhe duhet kesh edhe një gjendje shumë jashtëzakonisht fort psikologjike. Unë mendoj të jesh emigrant është e vështirë. S'ka rëndësi gjinia, për vajzat është e vështirë sepse të duhet në thonjza një krau i një burri, do me thënë në raste ndryshme një mbrojtje, thjesht ideja që ti ke një mashkull në krah të krijon ndjesinë e sigurisë, kurse për burrat mendoj që është ndjesia e shtëpisë. Duhet patjetër që ti je dikush në shtëpi, që ti presi, të krijoj atë ambientin familjar, ti ndihmoj edhe në punët e shtëpisë. Mendoj që për të dy është shumë e vështirë. Diçka që për mua është pak e dimshme është që jam midis dy identiteteve, midis dy botëve. Për gjermanët kur nuk do jem 100% gjermane. Për shqiptarët tani unë jam bërë Altea Gjermania. Quam e ftohtë, quam gjermane dhe lind pyetja, ku jam unë, në cilën botë përkas? Kjo është dilemë me cilën çdo emigrant haset. E vlerësuar. Nga ana profesionale, do me thënë nga ana e pagesës, duke qenë se jam emigrante, ndihem e vlerësuar. Gjermanët këtu vetë nuk ndjen shumë, sepse kanë stil tjetër jetese, kanë të ardhurat të tjera, kanë perspektiva të tjera, po për ne që jemi shqiptar, një pagesë e tillë më duket shumë mirë, mundohem që të arrij nevojat e mia kryesore. Kurse nga ana profesionale, puna e infermierit tu respektohet. Nuk kam dëgjuar në çmim apo për çmim për çfarë do lloj profesioni, kjo është e çuditshme në një vend si Gjermania që ka disa standarde, ka disa paragjykime, punën e tjetrit e respektojnë gjithmonë. Duhet vendosësh një maskë që unë jam e fortë, unë kam besim në vete, pavarësisht se ndoshta në brendësinë tënde digjet, ti ndjen paragjykime, ndjen pasiguri, po sigurt ta them këtë ndoshta do merret kështu, por në fytyrë duhet vendosësh një maskë që ti je zonja, ti ke vetbesim, ti ja ke dalë deri këtu, edhe nuk lejon asnjëri të të prejkë, je shumë e fortë. E shoh që kur një vajzë ose një grua është e vendosur, ajo quhet arrogante. Kur ajo vë kufi, ajo quhet e vrasht, e pasjellshme. Kur ajo është ambicioze dhe qëndron ngërzërin për veten e saj, quhet Pra po, ka një punë dyfishe për të respektuar. Shumë emigrantë nuk mbajnë në supe vetëm veten e tyre, apo një familje të re të krijuar, por dhe familjen e gjenezës, familjen e madhe, nënën, babain, motrën apo vllajin dhe ndjehen përgjegjës për to. Shumica atyre duan që të lajnë në thonjza sakrificën e prindërve, duan me do e mos të shërbejnë familjarëve në ditë vështira. Pesha, kjo barra e madhe e familjes, ka lindur atë idenë që unë kam ardhur dhe nuk kam të drejtë të dështoj. Por çfarë sjell kjo? Kjo i bën të heshtin, të mos tregojnë problemet e tyre, i bëjnë të mos kërkojnë ndihmë dhe i bëjnë që janë jashtëzakonisht të fortë dhe nuk duhet të shkunden, nuk duhet të thyhen dhe ndihen fajtor madje edhe kur lodhen. Që thotë që unë nuk e kam të drejtë këtë. Kjo sjell problemet pastaj të lodhjes psikologjike dhe të kërkimit të terapisë. Nga jashtë duken sikur ja kanë dalë punë, stabilitet, një jetë ndërtuar nga e para. Brenda, historia është më ndërlikuar, sepse suksesi nuk e mbush gjithmonë boshllëkun. Mes lodhjes, mungesës së lidhjeve të thella dhe një gjuhë që nuk arrin ta shpreh shpirti, shumë emigrant jetojnë mes dy realiteteve, as plotësisht të lumtur, as plotësisht të thyer, dhe ndërsa mbajnë mbi supe përgjegjësinë për të mos dështuar kurrë, ëndrat shpesh mbeten pezull në heshtje. Kush kujdeset? Kam shumë që kujdesen për mua, sidomos për anën shpirtërore time. Kam një bebe të vogël që mjafton një përqafim, një buzëqeshje saj mëngjes dhe më mbush full me energji. Kam bashortin tim që
përveç anës shpirtërore, ndihmon dhe nga ana fizike. Migrantët këtë e kanë, domethënë, në sensin ndihmon në punët e shtëpisë, blerjet, jemi shok, miq, partner, këtu duhet bësh patjetër, nuk është si dikur që prisim patjetër t'i bënte mami gjitha. Tani kush ka kohë, i vën punë të shtëpisë, kush ka kohë gatuan. Kjo është. Pastaj janë prindrit e mi që marrin nga Shqipëria në telefon 2 herë në ditë, si je, a ke ngrënë, a ke ftohtë. Këto gjëra tipike. Kurse për sa i përket ëndrrës, mendoj që ëndra ime për moment është në pauzë. Nuk është ajo që unë kisha ndërruar, por e kam lënë në pauzë, nuk dua ta pranoj që të heq dorë nga ëndrat e mia. Herët avon, nëse është meant to be, do të ndodhi. Arritjet e jashtme nuk garantojnë përmbushje të brendshme. Ti mund të kesh arritje të mëdha në jetën tënde, por kjo nuk do të thotë që ti ke këto arritje të kanë përmbushur ty emocionalisht. Shpesh emigrantët pyesin veten që pse nuk jam i lumtur edhe pse kam gjithçka, sepse suksesi pa lidhje emocionale është një sukses bosh që nuk të fal asnjë gjë. 2 vitet e para kanë qenë të vetmuar. Në Gjermani misit nuk zihen aq kollaj. Po të flasim për gjermanët ose perëndimorët përgjithsisht, ato janë jashtëzakonisht përzgjedhës. Unë personalisht nuk do t'i quaj të ftohtë, por shumë përzgjedhës. Ato kanë misi me njerëz që në rrethet e tyre janë mbi 5 vite, 10 vite që i njohin. Por në çastin kur bëhen miq të tu, janë ndër njerëzit më besnik edhe më praktik që mund njohësh. Nuk shpresh do siç duhet sikur do dohet të shpreheshe në shqip. Edhe kjo krijon një farë distance mes njerëzve që po flet. Sepse ato përpiqen të kuptojnë, japin më të mirën e tyre, por ti ndihesh kaq larg sepse nuk mund ta shprehësh veten siç do ta shpreh në shqip. Ato nuk i kuptojnë shaka shqiptare, kontekstin shqiptar, historinë tënde, faktin pse je kështu siç je, edhe kjo ndikoi edhe te ndjesia e vetmisë vitet e para. Emigrimi nuk të mëson vetëm si t'jetosh larg, të mëson dhe se si të ndalosh ndjenjat, pak nga pak për të përballuar mungesën. Shumë prej tyre bën më të ftohtë me njerëzit që duan më shumë, jo sepse nuk ndjejnë, por sepse ndjejnë shumë. Dhe kjo është mburoja e vetme për të mos u thyer, por emocionet e shtypura, sipas specialistëve, nuk zhduken kurrë. Ato grumbullohen derisa një ditë shpërthejnë. Kjo është diçka shumë personale, unë shpeshherë e kam ndarë vetëm me motrat e mia. Njeriu e kupton që është bërë i ftohtë në lidhje me prindrit e tij. Edhe unë këtë e kuptoj që marrëdhënien me nënën time e kam patur të jashtëzakonshme, shumë të ngushtë. Edhe tani shmangem atyre për qafimeve të saj, jam bërë pak më e ftohtë, jo sepse nuk dua unë, por sepse nuk mund ta përballoj pastaj atë ndarjen. Edhe i tregoj edhe motrave, më thon pse je po kështu, ti pse nuk i flet mamit si më përpara, çe ke këtë kështu. Ajo është thjesht një mekanizëm mbrojtës i trurit tim që unë mos e përjetoj shumë keq atë ndarjen përsëri. Edhe kjo është gjëja më e keqe që mund të përjetoj njeriu, të bëhet i ftohtë me ata që i kanë sjellë jetën. Është një çast vërtet është i trishtueshëm dhe trishtimi më i madh sidomos vjen nga gjyshrit e mi, nga gjyshja ime, sepse unë vetëm një gjyshe kam gjallë, kur ajo thot atë shprehjen që faleminderit që më takove se nuk i dieta do jem më gjallë verën tjetër, ndjes një thik në zemër. Është ndjes sikur po i braktis, po i lë pas, por ti e di që nuk e zgjidhje tjetër sepse po sakrifikon, po shkon për një jetë më të mirë. Shtyre e emocioneve nuk bën asgjë tjetër, vetëm postpon, i shtyn, i çon në një cep, por nuk i zhduk. Emocionet e shtyra ose të represuara, të shtypura kthehen në kronike, kthehen në depresion, mund të kthehen në shpërthime emocionale të ndryshme, mund të kthehen në probleme psikosomatike, domethënë ti ke probleme zemre, me mëlçin, me veshkën, me gjitha organet, por në fakt gjeneza është ky stresi apo ankthi i përjetuar i fshehur apo i represuar, i shtypur. Emigrimi ka diçka, o do të ta bëj lëkurën sholl, pra detyrimisht do bësh me efort, ose do thyesh dhe do kthehesh mbrapsht. Nuk ka rrugë të mesme. Në rastin tim, unë duhet bëhesha me efort, sepse nuk kisha zgjidhje tjetër. Largësia nuk është vetëm mungesë, është një bushkllëk që shfaqet në momentet më të vogla, kur bëhesh prind dhe ke nevojë për nënën tënde, kur kthehesh i lodhur dhe nuk ke askënd që të pres, kur përballesh me vështirësi dhe nuk ke një dorë që të udhëheq, nga njëra anë mungesa, nga ana tjetër pritshmëritë, pyetjet që përsëriten, krahasimet, dëshira për të mos zhgënjyer askënd
Dhe në mes të gjithë kësaj, emigranti mbetet vetëm me veten, duke mbajtur gjithçka brenda, sepse ndonjëherë dhimbja ka nevojë të flasë në gjuhën e nënës. Besoj që pjesa më e madhe e vajzave që janë në moshën time është momenti kur bëhen nëna. Është ajo ndjenja që ti bëhesh nën, po ke nevojë për nënën tënde. Ne shpeshherë në Shqipëri themi, shiko se aman se gjithë këta flasin, t'japin mend, unë e kam bërë kështu, ti e ke bërë ashtu, po në të vërtetë ke nevojë ndonjëherë kur bëhesh në vendin e huaj. Ke nevojë për njëri që të kujdesë 10 minuta për fëmijën tënd, që ti të pushosh, apo të mos e marrësh fëmijën gjithandej në për takime doktorash apo në punë të ndryshme që ti ke, ta paketosh aty në karrocë dhe ta marrë me vete se s'ke njëri tjetër të ta mbajë. Sigurisht që më mungon ngrohtësia familjes time, sepse qëndron deri dhe tek gjërat më të vogla, ti kthesh në shtëpi e lodhur dhe ti do vetëm një supë apo një byrek apo një gjellë të bërë gjysh apo nga mami dhe nuk gjen asnjë lloj gjëje. Ose ti dëshiron dikë që të jetë kujda jote, të thotë, ok, ti tani ke një vështirësi financiare, si mund të ndihmoj, apo si mund të investoj këtu, apo kam një problem në vendin e punës, si t'ja dal, ose po përjetoj seksizëm në vendin e punës. Pa e kuptuar, ndonjëherë familja rëndon, kur do kthehesh? Do vish këtë vit? Do vish të verë? Po në fund vit do vish? Si mund ta bëj unë vitin e ri pa ty? I thot nëna pa babai një emigranti. Pa dashur i japi një ngarkesë më të madhe emocionale për të punuar më shumë që të ketë mundësi ekonomike për të ardhur. Shumë nga klientët e mi online thonë që ne punojmë gjithë vitin për të ardhur një herë apo 2 herë në vit në Shqipëri. Edhe ky presioni, përveç dëshirës së madhe që kanë për të ardhur në Shqipëri, ndjen një presion nga familjarët. Por dhe kjo teoria e krahasimit që shiko dikush ja ka dalë, por ti jo, pse filani ka jeton më mirë, ka një biznes, ka familje tjerë dhe ti jo, dhe ky presioni i krahasimit të vazhdueshëm që në gjykimin tim krahasimi than shpirtin dhe shumë e vështirë ta bësh, sidomos me familjarët e tu, nuk duhet ta bësh, dhe ky është një lloj presioni. Ky ndjeja turpit dhe vetë kritikën që e kanë përgjithsisht emigrantët shqiptar, që nuk flasin për ndjenjat e tyre. Ndaj gjithmonë më shumë emigrantët po kërkojnë ndihmë, po me psikolog shqiptar, që do të thotë dhimbja flet gjuhën e nënës, dhimbja zemërimi, inati e tjerë flasin gjuhën e nënës, kështu që duhet në shqip. Mes dëshirës për të kthyer dhe realitetit për të qëndruar, emigrantët jetojnë në një mes të paqartë. Disa ndërrojnë rikthimin, me shpresën se një ditë vendi i tyre do t'i pres ndryshe. Të tjerë kanë ndërtuar një jetë të re dhe nuk e shohin më kthimin si mundësi, por të gjithë ndajnë të njëjtën peshë, sakrificën. Sepse emigrimi nuk është vetëm një zgjidhje ekonomike, është një kosto emocionale, një përballje me veten, me pritshmëritë dhe me kufitë e forcës njerëzore. Dhe në fund, asnjë pasaport, asnjë dokument nuk mund të jap ndjesinë e përkatësisë që kërkon brenda vetes. Unë mendoj që të paktën nga mendimi nga ana ime personale, kush nga shqiptarët nuk do të kthehet nëse Shqipëria do të bëhet. Të paktën sa gjysma e vendeve evropiane. Patjetër që edhe unë do të kthehesha, por në këto kushte që jam, mendoj që do ishte një tronditje tjetër emocionale, për arsye sepse ti vjen nga një njeri, siç thash më parë, naiv, me shpresën për të ndryshuar jetën tënde, jetën e familjarëve, të ardhmen tënde, të ardhmen e fëmijës tënd, bëhesh një njeri i fortë, edhe nuk ke më atë forcën të kthesh përsëri të bëhesh ai naivi, nuk bëhesh dot më. Kështu që nëse Shqipëria do t'i plotësonte kushtet ekonomike, unë do të isha e para që do të vija përsëri në Shqipëri. Edhe besoj dhe pjesa më e madhe e emigrantëve, të gjithë do donin që të investonin në Shqipëri, të jetonin në Shqipëri, të ktheheshin ato vitet 90 ku kemi përjetuar gjithë fëmijërinë dhe kemi qenë të lumtur. E se kemi ditur. Kthimi nuk ka qenë dhe nuk është në kartat e mia, sepse unë kam ndryshuar vërtet shumë. Unë kam marrë manjerizme gjermane dhe unë jam përshtatur me kulturën gjermane, me zakonet gjermane, me mënyrën e të folurit dhe të menduarit apo të operuarit gjermane, dhe di që po të kthesha në Shqipëri, si fillim duhet të mësoj sistemin e taksave nga fillimi fare. Duhet të gjej një vend pune, dhe di që do quhem me ftohtë nga kolegët shqiptar. Do duhet shumë kohë që unë të përshtatesha. Unë shoh emigrant që janë ndarë në 3 kampe, emigrant që mendojnë që çështja jo politike, por të paktën ekonomike në Shqipëri po ecën për më mirë dhe shohin se një mundësi për të kthyer. Ka emigrant që nuk duan absolutisht të kthehen sepse mendojnë që ky vend nuk bën më, e ka ndarë mendjen, nuk
kanë krijuar dhe familje, kanë krijuar biznese, kanë investuar, gjë që është e kuptueshme. Dhe kjo ishte edhe ai mesazhi që doja të jepja pak më parë këtyre emigrantëve, nëse presionet dhe sakrificat që keni bërë janë këtu dhe arritjet që keni bërë janë këtu, atëherë nuk është turp të ktheheni. Fundja ju keni sakrifikuar nga ana financiare, keni sakrifikuar shëndetin mendor, nëse nuk ja dilni dot, është turp edhe nëse ktheheni. Mendoj që problemet e shëndetit mendor për shqiptarët e Shqipërisë dhe për shqiptarët e Gjermanisë vjen nga shkaqe të ndryshme. Këtu në Gjermani për shembull vjen nga stresi, nga burokracia famkeqe gjermane, nga puna e dy fish që duhet bëjmë, nga moskuptimi, nga paragjykimet. Thjesht ti nuk je në vendin tënd. Edhe ky është stres mjaftueshëm për të bërë të kesh probleme me depresionin, me ankthin. Shumë shqiptarë përjetojnë këtë. Fatkeqësisht, para 2 vitesh, un kam njohur një vajzë shqiptare që deshi të jepte fund jetës sepse nuk po ja dilte dot. Nuk po e mblidhte dot veten nga trauma që i dha Gjermania. Edhe pra këtyre shqiptarëve u sugjeroi terapi. Nuk është turp të kërkosh ndihmë. Sado që shëndeti mendor trajtohet si tabu. Shqipëri. Unë gjithmonë thoja në momentin që do marr pasaportën gjermane, do ndjej, nuk e di, ishte ajo ndjesia e fillimit që thoja sa ta marr pasaportën, çdo gjë do ndryshoj. Por tani me kalimin e kohës kam kuptuar që pasaporta nuk më bën. Ajo ndjesia mbetet tek unë. Sado vite kaloj, sado që unë përshtatem me ambientin, me punën, ndihem shtëpi, thellë nuk është unë përkas këtu. Nuk është asnjë letër, nuk është asnjë pasaport, nuk është asnjë kartë identiteti gjermane që më bën gjermane.